Aida Shtino, gazetarja e njohur e formatit Njerëz të humbur, ka bashkëpunuar me shumë televizione, por me sa duket, jo me të gjitha mediat ka gjetur gjuhën e marrëveshjes. Kjo pasi disa bashkëpunime nuk i kanë shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe kjo ka qenë arsyeja që gazetarja ka përfunduar drejt dyerve të gjykatës, pasi është akuzuar se ka përfituar në mënyrë të padrejtë nga televizioni me të cilin bashkëpunonte. Më konkretisht, televizioni Klan ka çuar në gjykatë gazetaren, sepse për 14 muaj ajo ka përdorur një numër telefoni me kontratë të këtij televizioni, edhe pse i kishte ndërprer marrëdhëniet e punës me televizionin. Shuma që pretendohet se ka harxuar gazetarja për 14 muaj është e madhe, ndërkohë që televizioni pretendon se ky ka qenë një numër me kontratë në emër të televizionit dhe faturat e pagesës i kanë shkuar pikërisht televizionit Klan. Ky konflikt i pasgjidhur mes palëve i ka çuar drejt dyerve të gjykatës. Pasi gjykata shqyrton çështjen, vendos që gazetarja duhet të paguajë shumën që ka shpenzuar gjatë këtyre 14 muajve që ka përdorur këtë numër, por pjesa më interesante e kësaj përplasje zbulohet nga avokati i Aida Shtinos, i cili shprehet se Aida nuk ka patur një kontratë pune me këtë televizion dhe as nuk i është dhënë ndonjë numër celulari në përdorim. Nëse do të supozonin për një moment se pas ndërprerjes së bashkëpunimit me televizionin, ajo ka vazhduar të përdorë numër celulari në pronësi të këtij televizioni dhe nuk e ka dorëzuar pas kërkesës së televizionit, atëherë ky i fundit, me një kërkesë mund të kërkonte pranë kompanisë Vodafone Albania ndërprerjen e sinjalit telefonik, duke e bërë të padobishëm atë numër celulari. Në këto kushte, nuk është e arsyeshme dhe objektive që të pretendosh se më është përdorur numri celular për 14 muaj dhe unë e kam lejuar një situatë të tillë, pasi Aida nuk më dorëzonte numrin, ndërkohë që faturat mujore vinin rregullisht në adresë të abonentit, pra të këtij televizioni, dhe pagesa kryhej pikërisht nga televizioni Klan. Të gjithë e kuptoni se këtu ka diçka që nuk shkon, prandaj unë me klienten time do të vijojmë betejën ligjore në dyert e drejtësisë.